Përshëndetje miq të dashur. Edhe sot vendosa t'ju tregoj një recetë shumë të mirë dhe të shijshme. Do ju tregoj se si përgatitet sallata e përzier turshi. Në fillim kam marrë dhe i kam pastruar të gjithë përbërësit, siç i keni të shënuar në video, dhe i kam prerë në këtë formë, edhe këtë e shikoni në video, një nga një. Dhe pasi i kam prerë të gjitha përbërësit, i kam përzier me një kofe më të thellë ose me një vangëlla, siç i thoni ju. Aty i kam hedhur udhëllën, kripën dhe të gjitha përbërësit e tjerë, siç është sheqeri, magdanosi, hudra, karota, speca djegës, dure lakër, tranguj. I kam përzier mirë dhe i kam mbyll me një kapak, i kam mbuluar dhe i kam lënë të qëndroj 24 orë. Pas 24 orëve kam marrë dhe i kam sterilizuar kavanozat ose teglat, siç i themi, dhe kam filluar mbushjen e tyre derisa të përfundojë gjithë masa. I kam mbyllur hermetikisht me kapakët e tyre të gjitha kavanozat dhe i kam futur në furrë të parangrohur në 90 gradë për 90 minuta. Ju bëft mirë nëse i përgatitni edhe ju në këtë mënyrë siç i kam përgatitur edhe unë. Mirupafshim deri në recetën e radhës.